Dje në orën 17:50 punonjësit policor nga SPB Tetov kanë privuar nga liria personat FN 60 vjeçar dhe SS 30 vjeçar, të dy nga Tetova, gjatë një vastisje në banesën dhe ambientet ndihmëse në Tetov, ku FN banonte së bashku me SS të kryer me urdhër gjykate. Punonjësit e policisë gjetën dhe sekuestruan një qese me rreth 130 gram lëndë të bardhë pluhur me shumë gjasa kokainë. Të dy janë ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit kundër tyre do të paraqitet padi adekuate. Mbrëm në orën 21 në rrugën 18 nëntori në Gostivar, punonjësit policor nga DPB Gostivar kanë arrestuar personin SJ 37 vjeçar nga Gostivari. Ai ishte në kërkim me urdhër gjykate për vuajtje të dënimit me burg për veprën penale kërcënimi sigurisë. Personi është dërguar në institucionin e vuajtjes së dënimit burgu i Tetovës për të vuajtur dënimin. Dje në orën 15:15 në SPB Tetov, një 59 vjeçare nga një fshat i Tetovës ka denoncuar se ishte mashtruar nga HP1 nga rrethina e Tetovës dhe një person tjetër mashkull për shumën prej 500 euro. Sipas denoncimit, gjatë vitit 2024, ata e kishin mashtruar duke i thënë se do të rregullonin punën për të marrë ndihmë sociale, kujdes të huaj, por për këtë do duhej të paguante 500 euro. Siç është denoncuar, ajo kishte përgatitur dokumentin dhe në fund të vitit 2024 kishte marrë një vendim me të cilin refuzohej kërkesa e saj. Gjithashtu, sipas denoncimit, ajo i kishte njoftuar ata, por ata e kishin bindur sërish se shumë shpejt do t'i merrte parat, pas së cilës ata ndërpren kontaktin me të dhe ajo kuptoi se ishte mashtruar, po merren masa për zbardhjen e rastit. Sot pas mesnate në DPB Gostivar, personi JM 20 vjeçar nga fshati Dobërdolli i Gostivarit ka denoncuar si një ditë më parë, rreth orës 22:30 para një lokali në fshatin Dobërdoll, për shkak të një mosmarrëveshje të mëparshme. Ishte sulmuar fizikisht nga SI, djali i tij OI dhe HJ, AK dhe EN, po merren masa për zbardhjen e rastit. Dje në orën 13:55 në DPB Gostivar, personi BH 36 vjeçar nga fshati Dufi Gostivarit ka denoncuar se rreth orës 12:30 në rrugën Major Qede Filipovski në Gostivar, e bia e tij 15 vjeçare ishte sulmuar fizikisht nga LK nga fshati Raven, po merren masa në zbardhjen e rastit. Dje në ora 14:35 në SPB Tetov, AL 61 vjeçar nga Tetova ka denoncuar se në rrugën 120 në Tetov ishte sulmuar fizikisht nga MS 38 vjeçar nga Tetova, po merren masa në dokumentimin e rastit. Gjatë ditës së djeshme 16 shtator, në territorin e SPB Tetov është zhvilluar një kontroll i automjeteve dhe shoferëve. Gjatë kontrollit u zbuluan dhe sankcionuan gjithsej 10 shoferë Tetov për parkim të parregullt, nga të cilët 24 Tetov 10 dhe Gostivar 14 u larguan nga automjeti special Marimang. Janë sankcionuar dhe 98 lloje tjera të kundërvajtjeve në komunikacion, Tetov 61 dhe Gostivar 37.